Atëherë dashur, rikthyem studio ku unë kam sot kënaqësinë të kem si mysafire Gresa Ajrullajn, që është vokalistja e grupit më të ri, dhe të rinjve në Shkup, në grupit muzikor Concordia. Përshëndetje Gresa, shumë kënaqësi të të kem sot në emision. Përshëndetje Artemis, më vjen mirë që ma keni dhënë këtë ftesë dhe ishte kënaqësia ime të pranoj edhe të jam këtu sot me juve. Atëherë grupi Concordia, grupi më i ri muzikor apo jo, nga një grup të rinjësh, na zbulon pak fillimisht si lindi ideja dhe kush ishte iniciatori kësaj ideje? Ideja ka lind prej shumë moti, prej kur se kam qenë në viti i dytë, më me thënë, në gjimnazin Zeflush Marku, po nuk e di, them sinqerisht, pse nuk ka fillu prej ma herët bendi, pse nuk është kriju prej ma herët, por iniciativën e ka marrë profesori Besart, është profesori latinishtës në gjimnazin e Zeflush Markut, edhe nëpërmjet atij kemi arritë edhe shumë. Jo veç me bendin, po edhe mikrofonin podcast që kemi, edhe shumë gara tjera që janë marrë në projektet ndryshme të Erasmusit, edhe shumë gjana tjera, janë krejt nëpërmjet profesorit Besart, edhe me thënë drejtën duhet atë me falimnderu që jena këtu sot ku jena. Po e vërtet edhe unë, duke qenë këtë pozitën e prezantues, se kam dëgjuar disa herë kështu nga mysafira apo të rinj të ndryshëm që e përmendin, edhe shumë mirë kur kemi të tillë arsimtar apo profesor që i ndihmojnë të rinjt dhe marrin iniciativa të tilla në përgjithësi. Muj me thënë që e kena suportu si numër 1. Deri tash. E rëndësishme besoj të kesh mbështetje të tilla, apo jo, sidomos në këtë periudhë në kohën e shkollës së mesme, kur edhe zhvillohemi edhe pak a shumë fillojmë të njohim botën më mirë. Ashtu është. Sa veta jeni, ti je vokalistja, apo jo? Jam vokalistja, po jemi 4 nxënës në këtë band. Unë, Gresa Ajrullaj, Diari që është në gitare, Elsa që është në piano, Dioni që është tek bumjet. Planifikoi të ishit po këta, apo me kalimin e kohës ndruan emrat apo edhe interesimi i Prej në antarëve të fillim tjerë? kemi qenë këto, edhe mendoj që do vazhdojmë të jemi këto deri në fund. Në kohën kur u formua, sa ka që është formuar si band? Ka ndoshta një vjet që është formu. Është formu pak para se t'jetë përvjetori i Zeflush Markut. Muj me thonë 2-3 muj para se t'jetë patronati i Zeflush Markut, po edhe nuk e kemi pas bilen plan që të performojmë aty, po që u kriju vendi shumë herët edhe e kishim edhe mundësin. Ajo ishte performanca e parë? Performanca e parë. Si ishte performanca e parë si band? Me tanë drejtën, se unë mirë në pima moti me muzikë, edhe nuk e kum pas shumë problem me dalë në skenë, kështu që s'kisha thënë që jam personi i duhur me m'pyt, ndoshta i dasht me pyt antarë tjerë, se ato e kam pas për herë të parë që kam performu në skenë. Po thanë diçka ata, qoftë para performancës, pas performancës? E kam pas stresin si se cili person që del për herë të parë në skenë mes një publike bajgit madhe, po janë shumë të mirë, se janë tepër serioz në këtë punë dhe nuk ka pas asnjë gabim. Po edhe të paktën nëse ka pas gabime të vogla, kanë ditë me i mbulu edhe nuk kanë bë panik në ato momente, kështu që mendoj që jemi shumë okej për këtë punë. Sa kohë mori përgatitja për performancën e parë? Për performancën e parë kemi pas dikon rreth 6 këngë, ku na kanë gjatë atyre 2-3 mujve ne kemi ushtru non-stop. Kemi marrë vesh që do të marrim pjesë në patronat 2-3 javë më herët, kështu që 2-3 muj, 4 muj, aty dikund janë. Ama më e mira edhe më interesantja është se vetëm 2 persona jemi që kemi marrë pjesë edhe kemi lidhje me muzikë, unë edhe Diari, gitaristi edhe vokalja. Kur thua lidhje me muzikë, çfarë nën kuptoje? Po unë shumë herët kam qenë edhe në shkollë të muzikës, ku jam marrë me gitare, kam pas solfezhin, Diari vjen prej një familje muzikantësh, ku vllaun e ka muzikant. Në fakt edhe Elsa që ka pjesë e kësaj grupe, për shkak se ajo ka marrë pjesë në, ka shku në shkollë të muzikës në piano, do me thënë ka pas Këto definitivisht po kanë ndihmuar tek përgatitja e bendit. Bumjet, Dioni ka qenë shumë fillestar, që kri çuditemi me Dionin edhe themi se sa shumë interes dush me pas për me i mësu për 2-3 muj bumjet në një mënyrë shumë të mirë, me thënë si një fillestar është tepër mirë. E çfarë prezantua tek performanca e parë? Çfarë kënduat? Dhe kush e bëri përzgjedhjen e këngëve? Përzgjedhjen e këngëve i kemi bërë gjithë së bashku, secili kemi dhënë ide, kemi zgjedhë një listë shumë të madhe të muzikave ku mandej me
I kemi analizuar, kemi me mujt me i performu, me i ushtru, cilat na kanë pëlqyer mas shumti, cilat kanë marrë vota mas shumti, domethënë krejt përzgjedhjet kanë qenë mes neve, mes antarëve. Muzika që i kemi performu kanë qenë, disa kanë qenë anglisht, disa kanë qenë shqip. Nuk kemi dashur kur prej fillim me lan anash muzikën shqiptare, se janë edhe të mira për me i këndu edhe me i performu, po në përgjithësi kemi shumë të përzime zhanret, kemi pop, rock, për një periudhë shumë që kur kemi me pas edhe balada, muzikat vjetra shqiptare, po mas shumë ti kemi, si me thanë, nuk janë shumë këngë që njifen anë mbanë botës, po janë të njoftu në atë aspektin e vetë. Në atë audiencën e vetë. Po si do shof nuk do ngeleni të letemi të fokusoni vetëm të një rrymë muzikore, do provoni se cilat nga pak. Edhe po ashtu do i sjellni dhe audiencës një lërë më shmëri të këngëve dhe llojeve të muzikës. Vetë se mendoj që na duhet edhe pak më shumë kohë derisa të adaptohemi kompletisht me punën e bendit. Normal. Performancat të tjera kemi pasur gjatë kësaj periudhe përveç të parë, domethënë në përvjetorin e gjimnazit? Kemi marrë pjesë në festivalin Youth Fest që u organizu prej ambasadës së Amerikës, ku ishte një hap shumë i madh për neve. Aty ishte edhe mendoj diçka më e madhe, por që nga audienca edhe nga si event. Ajo ka qenë shumë okej. Unë aty kam kalu shumë mirë dhe mendoj që edhe antarë tjertë kanë kalu mirë për shkak se prej komenteve që i kom marrë prej mbasi që mbaroj komplet festivali prej antarëve kanë qenë shumë pozitive dhe mendoj që ajo edhe na ka motivu hala ma shumë për me pas dëshirë me performu në për festivale tjera apo organizime tjera në përgjithësi. Edhe performimi i fundit që i kemi pas ka qenë të dita botërore e vullnetarizmit e Kryqikuq, që na kanë thirrë si bendi më i ri prej një mosh shumë të re, domethënë prej 30-ve, po. Si ndjeni tani që, sepse ka një vit e ca që është formuar bendi, si ndjeni tani që po i merrni këto ftesat, që po njiheni vetëse, sepse brenda një periudhe shumë të shkurtër vetë se keni nisë të merrni emër, t'ju njohin gjithë njerëzit, po ashtu performoni në evente kyçe që janë mbajtur në qytetin tonë. Është ndjesi shumë e mirë kur e din që hey, qytetarët e Shkupit kanë nisë me të njohur edhe tash po na trasin nëpër vendet ndryshme për me performu. Është ndjesje e mirë tepër, po gabimin e vetëm që e kemi bë është se është deshtë rrjetet sociale me qelë shumë për e ma herët. E kemi lanë moment fundit, po s'është më rëndësi besoj që do arrim edhe atë aty. Besoj edhe unë, sepse edhe rrethin paka shumë e di që e keni dhe mbështetës shumë, apo jo? Sa rëndësishme është kjo të kesh një rreth, që familje, që shoqëri dhe në përgjithësi edhe rrethin më të gjënë? Përderisa shoqërinë, familjarët, edhe rrethin me të cilin shoqërohemi edhe rrim një periudhë gjatë kohës ose s'është më rëndësi shumë, është sendi më kryesor me e pas. Do me thënë, nëse ato njerëz i ki suportus edhe nuk kanë komente negative apo nuk të poshtërsojnë edhe e kemë mbështetjen maksimale prej atymve dhe të motivojnë me vazhdu ma përpara, komentet e tjetër kujt që mundesh edhe mos me i njoftë, të komentet random që janë nëpër YouTube, nëpër Instagram, TikTok nuk kanë me ndiku heq, kanë me hyjë prej këtij veshje kanë me dalë tepër. Ashtu dhe siç duhet, sepse paka shumë të gjithë ne kemi hartu lloj komentesh, po që nuk duhet thjesht të lejojmë të na ndikojnë, sepse fundi apo bëni diçka shumë të bukur. Rrjetet sociale tha që i hapët pak vonë. Kur përafërsisht u hapën? U hapën direkt mas ju kry festivali Youth Fest. E pat më të arsyeshme atëherë, apo do sa të nevojshme të jeni më afër publikut vetëse, sepse do shta keni parë që edhe po krijoni si band më tepër, diçka po unifikoni më tepër dhe erdhi koha të prezantoheni tamam. Jo, për mendimin tim ishte që direkt mas festivalit Youth Festit e pam që hey, mundemi me pas diçka shumë më tepër edhe pse mos më na pa tjertë. Edhe aty u nisë edhe iniciativa për më qelë rrjetet sociale, ama mendoj që, okej, nuk ka qenë e hapt shumë vonë, po pse jo, ka mujtë me u hap edhe shumë herët, ama nuk është që kemi bo gabim që e kemi hap në periudhë. Jo, ato besoj që edhe unë që thjesht do vazhdojnë të zhvillohen qoftë numrat apo publikimet edhe t'ju njohin njerëzit akoma më shumë. Sa do deshëm ne apo s'deshëm, rrjetet sociale dhe din të ndikojnë tek fama, apo tek njohja, apo edhe tek prezantimet. Përzgjedhjen e muzikës thatë e bët bashkë në fillim, po tash e tutje, apo akoma vazhdon të bëhet bashkë? Akoma vazhdon, do me thënë gjitha vendimet që miren
që kanë punë me bendin, apo për performancat, apo për muzikat, në përgjithësi që ka do që tjetë i marim gjithë së bashku. Tek Youth Festi, dhe po ashtu edhe tek eventi i Kryqit të Kuq, çfarë kënduam? Në atë periudhë kemi pas muzikat e njëjta. Te Youth Festi kemi këndu këngët e njëjta që i kemi pas në patronatin e shkollës, se gjithë u shpërndajtëm me obligimet e veta, unë nisa me fakultetin, studentat nxënësat tjerë kishin, antar tjerë kishin më periudhën e notave ku duhet përfundimi i notave të mesme, edhe sikur nuk patëm shumë kohë edhe për me ushtru ma tepër, po nuk besoj që ishte gabim se kanë qenë përzgjedhjet këngëve shumë të bukura. Edhe tek eventi i Kryqit Kuq kemi këndu vetëm 3 këngë, të cilat kanë qenë në gjuhën shqipe. Më thonë, kemi pas Mollën me shërbet, Erën edhe vetëm për ty. 3 këngë që mendoj që duhen mos shumë të prej shoqërisë tonë. Po, fiks, shumë bukura, shumë këngë bukura. Tashmë studenta, apo jo, në fakultet të psikologjisë, por koha kur formua bendi ishit të gjithë nxënës të Zefir Shmarku në gjimnazit. Të tjerët akoma vazhdojnë të jenë nxënës, apo jo? Si veç se tha dhe veç që secili obligimet e veta edhe ndoshta të janë shtuar obligimet, kanë ndruar ca gjëra, po si e mbajmë këtë atmosferën me grupin, me bendin dhe po ashtu e gjejmë kohën për të qenë pjesë qoftë e provave dhe performancave dhe gjithçka që duam të arrijmë. Për momentin kur vendoset data që hej, në këtë datë kemi këtë event ose kemi këtë festival ose do të performojmë këtu, mendoj që automatikisht rregullohet orari i provave edhe kur duhet të takohemi, po në shumicën e rasteve edhe i bëjmë kombinimet. Për shembull, nëse një ditë nuk mundet njëri, e lëjmë ditën tjetër ku mundemi të gjithë. Domethënë asnjëri nuk është janë shkalum. Shohim me i kombinu antarë gjithë bashkë me mujtë me performu, se për ndryshe nuk ka efekt nëse nuk jemi gjithë së bashku për me ushtru. Po edhe duhet normalisht falenderim Zefir Shmarku që na i mundson vendin ku ushtrojmë, na i ka mundësu studion që kemi në shkollë, në brenda shkollës, edhe gjithashtu instrumentet, për fillim që na kanë suportu për fillim për instrumentet, se ndryshe... Ashtu, luan shumë rol këtë pjesat, sepse din të jetë edhe një profesion edhe pak i shtrenjtë, edhe në përgjithësi sidomos hapësira luan rol shumë kushtron, kështu që ndikon shumë në kualitetin e bendit, edhe vetë si të themi suksesin e iniciativës. Plane për të ardhmen, apo qoftë tash për një kohë të shkurt, kemi diçka më konkrete, apo mendojmë të realizojmë diçka? Plane ka shumë për të ardhmen, si për shembull me performu në për mas shumë të për mendimin tem, do të ishte me performu në për kafiqat e Qershis, ku aty është popullata më e madhe, si Macedon, si shqiptar, si çfarë do lloj njerëz që janë prej vendeve të ndryshme që vinë, është mirë marrë edhe me dëgju muzikat ndryshme, që edhe nëse nuk i dinë, do i mësojnë. Edhe pse jo edhe të rritemi edhe ne prej asaj mundësie nëse na vjen, po ma e afërmja që e kemi tash është me 24 dhjetor që do të marrim pjesë në festivalin e dimrit që organizohet në Shesh, në Qendër. Aty do të ketë besoj audiencë akoma dhe më të madhe, apo jo? Si ndjehemi tani për këtë performancë? Kemi mri hala deri ajo pjesë, këtë do duhet të diskutojmë 2-3 ditë para atij festivali, se akoma jemi ne mundemi, ne e bëjmë. Ama besoj që kur vjen puna të dalim skenë dhe ta shohim gjithë atë audiencë të madhe, besoj në këtë rast që edhe unë do të kem stres pak, se kushdo që do të kalon do të qëndron aty dhe besoj që do të jetë një audiencë shumë e madhe. Mirë, se nuk të pyeta, po du të pyes për emrin. Kush vendosi? Emrin duhet me falenderu pra profesorin Besart, se konkordia vjen prej gjuhës latine që do të thotë harmoni. Edhe besoj që është një emër shumë i përshtatshëm për këtë. Fikse përshkruan shumë. Edhe sidomos që është në gjuhën latine e bën akoma më interesante. Do kemi, sepse deri tash kemi kënduar covers, po ashtu do vazhdojmë të këndojmë covers, do kemi diçka origjinale ndoshta ndonjë ditë nga ju? E mendojmë dhe këtë pjesën? Sigur që do të ketë, me siguri do të ketë, po nuk ma më në mendja që do të jetë në periudhë shumë të shkurtë. Na duhet akoma shumë ushtrime, na duhet akoma që të njihemi më tepër. Po që nuk e përjashton si opsion? Jo, nuk e përjashton, asesi. Jeni vetë rinj edhe po ashtu besoj, kur mori iniciativa, kur jap ideja, besoj ishit shumë pro idesë dhe kishit shumë me emocion. E keni parë ndoshta të nevojshme, apo jo? Se thua edhe këtë pjesën të këndojmë në lokalet e Qarshis, apo të kemi diku ku të
performojmë, e ndjejmë, kemi pa të nevojshme të kemi një band të tillë, sepse ndoshta kemi pak nevojë të ringjallim skenën muzikore në përgjithësi, me emra dhe me fytyra të reja. Bendet të cilët janë të udhëhequr prej të rinjve, ka shumë. Por problemi është se nuk ka shqiptar. Edhe unë mendoj që ka qenë vendimi më i mirë që e kemi marrë ne si të rinj për me organizu edhe për me formu këtë band. Me të theme nxënës të moshës shumë të rej, po gjithashtu edhe shqiptar, që me vërtetu që nuk ka vdek akoma jeta e muzikës. Concordien çfarë pret vitin e ardhshëm? Në pak ca ide, ca plane na jape, po do vazhdojnë këto të zbatohen vitin e ardhshëm, pasi jemi edhe në përfundim të vitit pothuajse. Po. Patjetër që do të vazhdojnë, edhe besoj që do të kemi akoma më shumë performime në vendet ndryshme. Po veç sa akoma nuk janë caktume, por ma merr mendje që do të ketë shumë. Gjithsesi jeni të hapur ndaj çdo ftese apo jo? Po. Kudo që të jetë. Atëherë unë dashur të falenderoj shumë që gjete kohë dhe mundësi të jesh sot me mua, vërtet shumë bisede këndshme, edhe unë ju uroj gjithëve sa më shumë suksese dhe mezit ju pres dhe unë t'ju shoh live dhe ta shijoj muzikën që bëni dhe uroj të ritakojmë për të tjera suksese. Faleminderit shumë Artemisa, ishte shumë kënaqësi. Shpresoj që qifemi edhe më tutje, po veç se dua të them kënaqësi. Gjithashtu. E dashur, mos harroni t'i përcjellni grupin Concordia, bendin më të ri, të rinjve në qytetin tonë, në performancat të tyre kaq të bukura, dhe me kaq që përfundojmë dhe ne emisionin për sot duke ju uruar një pazite sa më të këndshme për t'u ritakuar sërish të mërkurën në të njëjtën kohë. Mirëmbëjtje.